Fjala kufër, kur vjen në tekstet e Kuranit ose hadithit, është dy lloje. Kufër i madh, që të nxjerr prej feje, dhe kufër i vogël, i cili nuk të nxjerr prej feje. Po ashtu edhe shirku është dy lloje, shirk i madh që të nxjerr prej feje dhe shirk i vogël që nuk të nxjerr prej feje. Dhe këtë ehlusuneti e besojnë dhe janë të pajtuar në këtë çështje duke i lexuar pra argumentet e shariatit. Duke i lexuar argumentet e shariatit e shohim se Allahu i lartësuar disa vepra i ka quajtur kufër dhe këto të nxjerrin prej feje. Mirë po, disa vepra tjera të cilat Allahu i ka quajtur kufër dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kemi argumente tjera të cilat na tregojnë se nuk të nxjerrin prej feje, pra është për qëllim kufër dune kufër, siç thot Ibn Abasi, kufër dune kufër. Kufër i cili është më poshtë se kufri i madh, pra kufër më i vogël, kufër i vogël. Edhe pse ky term përdoret kufër i madh, kufër i vogël, mirë po, ajo vepër e cila në shariat emërtohet si kufër i vogël, ajo është mëkat më i madh se sa mëkatet tjera të mëdha të cilat nuk janë quajtur kufër. Si për shembull, pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufër." Pejgamberi alayhis salam po thot: "Ta shash një musliman është fisk, mëkat i madh, dhe ta luftosh atë është kufër." Pra, ta shash një musliman që ka mëkat i madh dhe ta luftosh atë është kufër. Mirë po, duke i lexuar argumentet e Kuranit e shohim se luftimin mes të dy muslimanëve nuk është kufër i madh që të nxjerr prej feje, po është prej kufrit të vogël. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala: "Wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Nëse, thot Allahu i lartësuar, dy grupe prej muslimanëve e luftojnë njëra tjetrën, atëherë thot pajtonin mes atyre dy grupe, derisa më poshtë thot: "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Me të vërtet besimtarët janë vëllezër, andaj pajtonin mes të dy vëllezërve tuaj. Pra mos i lini dy vëllezër tuaj që të luftojnë mes veti. Dhe kjo është argument se edhe pse pra Muhamedi alayhis salam e paska quajtur luftimin mes veti kufër, nuk është për qëllim kufri i cili të nxjerr prej feje, po është për qëllim kufër më i vogël. Mirë po është quajtur kufër sepse është një vepër shumë e rëndë, dhe një vepër e cila u përngjan shumë veprave të qafirave. Pra, kjo është prej traditave të atyre. Prandaj dhe quhet si kufër, mirë po në realitet është kufër i vogël, kufër që nuk të nxjerr prej feje.